rreth asaj se a do të konstituohet kuvendi apo jo, ju po besoj gjithë ishit dëshmitar të asaj çfarë ndodhi ditën e djeshme. Pra për herë të parë, kuvendi në këtë rast si tërësi, megjithse ne, pra deputetët tonë votuan pro atij raporti, por shumica e deputetëve të kuvendit votuan kundër. Pra kjo nënkupton refuzim të pranimit të rezultateve të certifikuara nga KQZ. Se si shkohet tutje, pra mbetet të shihet në vazhdim, po besoj që kryesuesi i seancës deputeti Zotri Dehari ka paralajmëruar që do t'i drejtohet presidencës në lidhje me sqarimet e nevojshme pra se si shkohet tutje. Mirë po mendoj që tashmë jemi në territor të pashkelur, sepse siç u tha, një gjë e tillë nuk ka ndodhur më herët. Pra çka nënkupton kur deputetët, kuvendi votojnë kundër mandateve të tyre. A i bje kjo që ka dështu konstituimi kuvendit dhe nuk mund vazhdohet tutje, pra duhet kemi një proces të rizjedhor. A i bjen kjo që deputetët që kanë votuar kundër tash duhet të tërhiqen dhe të lirojnë vendin për kolegët e tyre brenda subjekteve, apo është ndonjë zgjidhje tjetër, pra kjo mbetet të shihet në vijim. Por gjithsesi, synimi ynë, pra si lëvizjeve të vendosin këtë rast, por edhe si qeveri jemi të përkushtuar që të vazhdojmë, të sigurohemi që vendi ka institucionet e veta dhe sa më parë ketë një rilegjitimim përmes një procesi në kuvend, pra ku do të formohet qeveria re, qeveria Kurti, si fitues të zgjedhjeve, besoj kjo është e pritshme nga të gjithë tashmë. Kurse sa i përket asaj me kë, po besoj që janë procedurat në vijim. Pra fillimisht para se të vijmë tek votimi i qeverisë, kemi këtë çështjen e raportit, pra këtë ngërçin që u krijua dje. Në rast se shkohet tutje, pra mundsohet betimi i deputetëve në suaza, pra në një skenar të tillë kur gjindet një mënyrë se si të shkohet tutje dhe mundsohet betimi i deputetëve, fillimisht kemi konstituimin e kuvendit. Pra do të jetë vota për kryetarin e kuvendit dhe për kryesinë në tërësi, pra nën kryetarët. Pastaj kemi mandatimin e kandidatit për kryeministër nga presidentja dhe tek pastaj është afati pra kushtetues 15 ditor që parasheh formimin e qeverisë. Pra tek atëherë mund të flasim për këtë çështje. Ndërkaq votimi i djeshëm çka parasheh ose çka paraqet realisht, paraqet vetëm vullnetin e kuvendit si tërësi, pra të 120 deputetëve se a e pranojnë rezultatin zgjedhor të certifikuar nga KQZ apo jo. Fatkeqësisht dje pam që disponimi ishte që si tërësi kuvendit ta refuzoj një gjë të tillë. Faleminderit. Sa i përket deputetëve të komunitetit jo shumicë ose të komuniteteve jo shumicë, çështja është kësaj. Votimi i djeshëm, siç e thash, nuk përbën apo nuk paraqet votim për qeveri, apo vot apo mbështetje ndaj qeverisë. Votimi i djeshëm ka qenë një votim i procedurës formale ku zakonisht të gjithë deputetët e kanë mbështetur. Po historiku e tregon që zakonisht pa dallim të gjitha subjektet parlamentare, gjitha grupet parlamentare, gjithë deputetët e kanë votuar sepse është çështje procedurale teknike ku deputeti deklarohet apo e pranon mandatin që ja ka dhënë populli. Pra, askush nuk e ka menduar që duhet të sigurohemi që gjithë të jenë në sallë pa atë moment pra kur u hodh në votim, kjo procedurë pra që ishte e formës procedurale dhe ishte si hap për të kaluar në hapin e radhës pra drejt konstituimit të kuvendit. Pra nuk ka të bëj me shpërfaqe apo paraqitje të besimit apo mbështetjes për një rol të caktuar në krijimin e institucioneve, kjo ishte vetëm se si deputetët deklarohen. Sa i përket deputetëve pra të komuniteteve jo shumicë, për disa që atë moment nuk ishin në sallë, besoj që mund të drejtohen atyre, kanë qenë duke diskutuar pra jashtë sallës së kuvendit për çështje në raport me koordinimin në mes tyre, por s'ka të bëj me mungesë të mbështetjes apo nuk ka të bëj kjo me si them shpërfaqe apo tregim të fuqisë politike që do ta bërë. Siç edhe çdo mbledhje tjetër kishte një sër vendimesh të cilat ose përmirësojnë ose synojnë ta përmirësojnë jetën e qytetarëve apo edhe synojnë mbështetjen e sektorit publik, pra shërbimet më të mira të sektorit publik, ose edhe raportet apo përmirësimin e raporteve në nivel ndërkombëtar, pra siç ishte edhe inicimi për marrëveshjen për mbrojtjen e investimeve me shtetin e Izraelit. Pra kishim një sër marrëveshje sa i përket shpronësimit të pronave andej nga kalon pra infrastruktura publike, siç janë rrugët, në mënyrë që të lehtësohet jeta e qytetarëve. Kishim disa vendime tjera, për shembull siç është ky, të cilin e sponsorizua Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve për mbështetje me kredit likuiditetit për Telekomin e Kosovës.
ose edhe vendime tjera pra të cilat janë edhe procedurale dhe kërkesa ligjore, siç ishte praktimi një pjesë të mjeteve AKP-s në mënyrë që të trajtohen kërkesat e kreditorëve për mjetet që ishin marrë në vitet paraprake, pra nga qeveritë paraprake. Kishte edhe vendime tjera, të cilat pra po besoj kishit mundësinë të shihni edhe përgjatë mbledhjes. Tash po besoj që pyetjet që po shtrohen duhet kemi parasysh që a bazohen në ndonjë ligj, a bazohen në kushtetut, apo janë vetëm interpretime të momentit. Pra kur thuhet pse nuk është dhënë ndërheqja, pse po kërkohet, apo si e parasheh ligji. Nëse i referohemi ligjit për qeverinë, pra ligji shumë përfolur, e shohim që në nenin 28, ku flitet për përfundimin e mandatit të qeverisë, paragrafi 1 thot mandati i qeverisë përfundon, nën paragrafin 1.1 thot me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra e kemi datën 23 mars kur ka përfunduar mandati 4 vjeçar i kuvendit. Ajo është data kur përfundon mandati i qeverisë. Shkojmë tutje, pra një paragraf që nuk po përmendet apo nuk kanë arritur ta lexojnë ata që po flasin për këtë temë, është neni 31 i ligjit, thot kufizimet e qeverisë në ndërheqje. Paragrafi 5 thot kësaj, i këtij neni. Kufizimet e përcaktuara me këtë nen vlejnë edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 21 paragrafi 1 nën paragrafin 1.1 këtij ligji deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra funksionet e qeverisë në ndërheqje i kryen me automatizëm i përshkruhen sipas paragrafit 5 të këtij neni qeverisë e cila ka përfunduar mandatin. Pra ndërheqja si akt është i konsumuar me vetë përfundimin e mandatit me datën 23 mars. Neni 26, të cilit shpeshherë po i referohen disa, do të vlente, do të hynte në funksion vetëm në rastin kur ta zëm zgjedhjet janë marrë me 9 shkurt, KQZ do të ishte më efektive dhe më shpejt në numërimin e votave dhe certifikimi i rezultateve ta zëm do të bëhej me 20 mars. Me datën 20 mars, qeveria ka qenë në mandat të plot, ende pa i skadu mandati, në atë rast do të duhej me dhonë ndërheqje. Por pas datës 23 mars, ndërheqja është e vetë kuptuar, siç edhe e thot paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit, i cili i referohet pra nenit 28 paragrafit 1 nën paragrafit 1.1. Pra kjo është sqarimi. Kurse sa i përket asaj se si mund vazhdohet tutje, besoj që keni pa edhe një sqarim që jam mundu dje me dhonë, duke u thirr edhe në referencat, pra precedenet e kaluar dhe veprat praktikat e kaluara si që në bo. Dhe me thonë, neni 70 i kushtetutës, pra të kthehemi të kushtetuta. Kushtetuta e parasheh që në nenin 70 paragrafi 3, mandati i deputetit mbaron nëse bëhet i pavlefshëm nëse nën paragrafi 3 emërohet antari i qeverisë së Kosovës. Pra në këtë rast, kur një deputet nga një legislaturë e re, e cila prodhon një qeveri të re, e pa ajo qeveri do t'i përgjigjet atij kuvendi, pra në atë rast, kur deputeti kalon ministër, përfundon mandati i deputetit. Por kushtetuta është e heshtur sa i përket asaj se si duhet trajtohet një qeveri në detyrë apo një ministër në detyrë, në rast se merr mandatin e deputetit. Praktikat e mëhershme tregojnë që ka pas raste kur qeveria në detyrë, kryeministri, ministrat, edhe pasi kanë dhënë betimin, dhe jo veç pas certifikimit, por edhe kur kanë dhënë betimin dhe kanë ngrit dorën, kanë votuar si deputet, parapjo në kthy në zyre dhe kanë marrë vendime si ministra dhe qeverinë e detyrë, sepse kushtetuta në këtë rast parasheh afate të shkurtra sa i përket formimit të institucioneve. Pra prej ditës kur mandatohet antari i ri apo përfaqësuesi i ri i subjektit për të krijuar qeverinë e re, afati është 60 ditor. Pra kjo nuk është një situatë permanente. Mirë po ndërheqja e dhënë, pra apo e konsumuar në këtë rast me përfundimin e mandatit, nën kupton që nuk ka konflikt përkohësisht deri në zgjedhjen e institucioneve të reja, por deri atëherë, pra siç e tha edhe kryeministri, deri në qeverinë Kurti 3 do të ketë qeveri Kurti 2, sepse nuk mund të ketë vakum institucional. Faleminderit. Tash, sa i përket çështjes së asaj që po kërkohet ose që shpeshherë po interpretohet që ministrat dhe kryeministri do t'u lënë pozitat zëvendës kryeministrit, zëvendës ministrave në mënyrë pra që të mos shkojnë më në zyrë dhe të shkojnë tutje. Fillimisht, siç edhe besoj e dini, kushtetuta e mandaton kryeministrin.
burimi i autoritetit edhe fuqisë së ministrave rrjedh nga kryeministri. Kjo është esenca. Në vitin 2019, kur ka dhënë ndërheqje Ramush Haradinaj, kryeministër asë kohe, zbesoj që ka pyet dikush a ka dhënë ndërheqje edhe ministri i financave apo ministri i kulturës apo ndonjë ministër tjetër. Sepse me rastin kur kryeministri jep ndërheqje, e tërë qeveria është në ndërheqje. S'mundesh me pas ministër në detyrë e kryeministër në ndërheqje. Do të thonë në situatë që kushtetuta nuk e njeh. Kjo është e para. E dyta, për të qëndruar ky interpretim, pra që po tentohet bëhet i gabueshëm, mund edhe ta testojmë. Mënyra se si testohet një interpretim, a është i qëndrueshëm ajo, është duke e çuar në ekstrem. Çka në rastin, ne 110 kandidat mund t'i kemi në listë. Pra çka në rastin hipotetik, kur 15 ministra edhe një 30 zavens ministra, gjithë janë listë për deputet, gjithë kanë fitu mandatin, pra ne kemi 48 deputet, pra 45 prej tyre, gjithë ministrat, zavens kryeministrat dhe kryeministri i fitojnë mandatet, plus edhe një 3 tjerë, kush duhet mbetet në qeverinë këtë situatë ndërruar. Domethënë, po e bëj pyetje retorike, sepse normal përgjigja dihet. Nuk ka mundësi që të ketë vakum institucional. Sepse në një situatë hipotetike të tillë, kur testohet kjo hipotezë, pra ky interpretim testohet në situatë ekstreme, dështon. Prandaj edhe nuk qëndron. Nuk qëndron si i tillë. Pra është e pakuptimt që ti të dërheqje dhe të lihet dikujt tjetër në zyre në mënyrë që të vazhdohet tutje. E këtë praktik pra e kemi pa edhe në të kaluamën, ka qenë praktika e njëjtë, çka pyetja ishte me vend, por konstatimi që Hajgara apo shtet Hajgare përbes kjo nuk qëndron, gjithsesi mund vje keq për opinionin që keni për shtetin e juaj, mirë po çka duhet të sigurohemi është që kemi standardet e njëjta të aplikuara. Nëse askush nuk e ka bë pyetjen, pse qeveria në detyrë më herët ka dhënë betimin dhe prapë është kthy, ka vazhdu me qeverisë në detyrë, pra me i kry mandatin, me i kry funksionin kushtetues edhe ligjor, derisa të vjen qeveria re, po edhe ligji se ishte që s'ka pas ligj më herët, apo? E çka thot ligji? Neni 30 dhe 31 ligjit. Neni 30 dhe 31 ligjit thot çka mundet me bë qeveria në dërheqje. Do thonë edhe kur është qeveria në dërheqje, tregohet se cilat funksione mundet me i kry. Pra, ju lutem, kemi kujdes edhe me interpretimet që jipen, pra të cilat nuk qëndrojnë, edhe me pyetjet e ngarkuara me supozime. Pra, mund të jetë pyetje e cilat kërkon informat, por pyetje me supozim të ngarkuar, besoj që nuk i bën nder informimit të publikut. Faleminderit. Është fakt që ata kanë këtu pikave ose jashtë ku diskutu bashkë. Kjo është problemi. Domethënë, fakti është se kemi 52 vota.